e kujtoni pikrisht atë moment. Keni diçka të kësaj natyre, sepse sigurisht keni pas mundësi të keni takime, hulumtime të jashtëzakonshme, madje edhe të shihni këto vise të thella malore shqiptare, ku mund të ketë edhe sot dikën që luan dhe këndon me laud. Të faleminderit për pyetjen, se më solli një emocion shumë të veçantë. Do doja që këtë lajm ta ndaja me lautarin më të vjetër të trojeve shqiptare, i cili vdiq para 2 vitesh, i cili quhej Gjok Nonaj, jetoi 105 vjeç dhe në vitin 2012 e ftova që në një koncert shumë të rëndësishëm që organizua me ato që ne i quajmë monumente të trashëgimisë jo materiale, ai interpretoi një nga rapsoditë më interesante kushtuar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, heroi ton kombëtar. Në një link që u dërgova është Gjok Nonaj duke interpretuar dhe më kujtohet që po të dëgjoje Gjok Nonajn, po të dëgjosh Isën sot, që është në Kosovë, një lautar i jashtëzakonshëm. Ata kanë fuqinë të kthejnë mbrapsht në histori, duke ripërmasuar në imagjinatën dhe në kulturën e brezave të sotëm se sa e rëndësishme është kjo trashëgimi madhështore që më në fund e njohu dhe UNESCO.